Francë që po tregon ndeshje mbas ndeshje potencialin jashtëzakonshëm që ka. Mendoj që është skuadra për të mundë realisht këtë botrar. Argentina vazhdon vazhdën e saj me dëshirën e madhe, me egon e madhe, me disa probleme në mbrojtje, pëson gola. Po është skuadër e fortë, i peshon fanella. Dhe mendoj që jep bukuri këtij botrori prezenca e Argentinës, edhe si kampione në fuqi. Mes Francës dhe Spanjës kë zgjedh? Përballë Francës. Përsëritet ajo ndeshja e Europianit, por realisht mendoj që kanë kalu 2 vite dhe kanë ndryshuar balancat midis skuadrave. Franca ka rritje shumë të madhe, ndërsa Spanja nuk e ka humbur shkëlqimin e 2 viteve më parë. Shikoj favorite Francën. Argentinë-Zvicër, përballja që na pret në orët e para të mëngjesit. Mendoj që është prova parë fort për Argentinën, realisht. Ka përballë një skuadër me shumë eksperiencë, ndoshta jo me një emër të madh si Zvicra, por vitet e fundit Zvicra na ka treguar që ditë luaj shumë mirë në kompeticionet mëdha. Është shkocke fort për çdo skuadër. Skuadër europiane me lojtarë shumë të rëndësishëm në organizim.